ka shpenzu 100 milion euro investime për 4 vite, nuk ka ndërtu as një qerdhe në Vushtri, nuk ka ndërtuar as një shkollë në Vushtri. Dhe Miftari, për arsimin. Për arsimin, spori do të dhonë rëndësi, një shkollë dhe veçanë për fëmija me nevojë të veçanë. Shkollë do të ndërtoj, aja është pika e parë, shënimi jam është i parë qaj. Do të ofroj shujta, prej parashkolluarve deri në klasën e 5. Nxënësve dhe studentëve do t'ju ofrojmë bursa, nxënësve të dalluar dhe student. Në shkollë do të ketë psikolog, pedagog, si dhe logoped për fëmijët me nevoja të veçanta. Kurse të artit, sportit dhe lendëve mesimore për nxënësit. Do të ketë trajnime për mesim nxënësit për metoda mesimore. Drejtort e shkollave, pas mandatit, do të ndërruhen. Jo me thonë, çdo muaj do drejtori tash ndërruhen çdo muaj, nuk e di që është situata unë për të kryer mandatin çatë. Në çdo shkollë, fëmijët me aftësi të kufizuar do të kenë asistentin e vet. Si sot, fëmija jam nuk ka asistent, në kohën tem do të kenë asistent. Rëndësitë e veçantë shkolla profesionale për të përgatitur për tregun e punës. Qartë, faleminderit. Do të flasim shumë rëndësishme për një temë tjetër po aq të rëndësishme, po shpesh për shkak problematikave të komunave nuk arrim që të vim te kjo temë. Do të flasim për kulturën, absolutisht shumë e rëndësishme. Do të na tregoni nga 1 minutë kohë kemi. Zoti Ahiri, çka keni menduar me po për kulturën? Në radhë parë do të funksionalizojmë teatrin e qytetit duke i angazhuar artistët me kontrata të rregullta e për të pasur shfaqje të rregullta në qytetin e Vushtrisë. Mandatit tonë e kemi përfunduar shtëpinë e kulturës. Një projekt absolutisht i jashtëzakonshëm që ka zgjidhur nevojën për infrastrukturë për kulturë në qytetin e Vushtrisë për 50 vite të ardhshme. Kemi ndërtuar dhe qendrën rinore. Dhe po ashtu e kemi bërë funksional muzeun e qytetit, e sot as muzeu, as hamami i qytetit, e shumica as teatri nuk janë funksional. Imagjinoni, në qytetin më të vjetër, me një traditë jashtëzakonshme në kulturë në art, hamami i qytetit është mbyllur, në muze nuk shkon kërkush me investu, me vizitu, e teatri i qytetit është i mbyllur. Në planin ton, përveç që do të kemi funksionalizimin e plot, do të bëjmë edhe depolitizimin e subvencioneve në kulturë. Nuk do të ndodhë që në mandatit tim i dhonë 25.000 euro subvencione në emër të kulturës për një kandidate e cila përfundon listë të PDK-s, siç ka bërë zoti Idrizi, duke i dhënë 25.000 euro subvencione një vajze e cila ka përfunduar në listë për asamble, e ndërkohë klubi i vajzave i handbollit për shkak të mungesës së mbështetjes financiare e që ka qenë kampion i Kosovës disa herë, krenaria e qytetit ka rënë një rang më të ulët të garave për shkak të mungesës financiare nga komuna. Faleminderit shumë, Zoria Izmako. Unë realisht në politik kam hyrë përmes derës kulturës, pra si poete në atë kohë, edhe pa ta fillu me aktivitetin e takimet të poeteshave që ka qenë gjithë kombëtare. Mendoj që do të investoj në këtë drejtim sepse konsideroj që e njoh shumë mirë fushën e kulturës. Vushtria ka asete kulturore, edhe e ka dash kulturën edhe në momentet më të vështira kur mendzi kanë mbijetu, pra qysh mas luftës kanë fillu me funksionu, e kemi një shkollë të muzikës që mendoj që ka hapësirë për me bë edhe një më të madhe, sepse investimet në muzikë janë investimet që duhet me rrjedh me dekada për me artë të një produkt. Ansambli Këngëve dhe i Valëve është ansambli i cili ka bo krenar Vushtrin, fatkeqësisht edhe pse janë do buxhet, domethënë për vitin 2025 ky ansambël se kish pas asnjë cent buxhet, mungesa e buxhetit e ka pamundsuar me marr pjesë në festivale. Unë do të investoj sepse ansambli është një krenari e Vushtrisë. Teatri po ashtu, domethënë teatri duhet me hyrë në funksion, jo vetëm me emër, por teatri duhet me pas aktorë të cilët janë profesional dhe që kanë pagesa. Nuk mundet me qenë në mënyrë vullnetare, pra sepse atëherë nuk ka asnjë seriozitet, por ndryshe nëse nuk ka hapësirë të eksportit, desha të shtoj, nëse s'keni fushë tjetër, ne kemi klube. A kena për sportin? Atëherë po e kyçet. Klubet sportive në Vushtri, përveç klubit të futbollit, nuk kanë as zyre. Unë e kam propozuar që gjykata komunale të shndrohet në një shtëpi të sportit, ku kanë mundësi pastaj gjitha klubet me zhvillu aktivitetet e tyre, kanë nevojë për subvencione, e të njëjtën do ta them edhe unë. Nuk ka pas transparencë, ka pas dyshime, mundet me qenë që s'janë krejt vërteta, mirë po ka edhe të vërteta që janë keq përdor dhe subvencionet ju kanë dhënë fëmijëve të drejtorëve aktual në pushtetin e komunës së Vushtrisë. Qartë, zoti Miftari? Spori do të rrymë kulturën trashëgimore. Do të ndërtoj fusha futbolli, handbolli. Do të ndërtoj pishinë për të rinjet e sportit. Në Vushtri nuk ka pishinë për natë. Do të ndërtoj një shteg për ciklist
do të organizoj gara sportive për të gjitha lojrat e sportit, do të ndërtoj hapësirë kulturore ku secili i ri mund të shpreh talentin e vet. Do të formoj një fond për të rinjet nga që marrin pjesë në garat sportive për të stimulu. Amfiteatr, fakt se nuk është funksional tash në komunën e Voshtrisë. Bile kesh me një artist të ri një ditë. Bisedova, tha, ato tha nuk kemë na ku t'i shfaqëm, po veç njerëz me vetë kush e ka, tha, ata tha, kanë drejt me i, e na jo është mbyllur. Kështu që tjerat nuk e di çka muna me të ofru diçka tash, po është që kjo rregulla jam është për kulturë. Falenderit shumë. Kodran, nëse mundem 1 minutë për sport. Jo, 1 minutë është shumë, s'kemi kur kena kalu se Me të vërtet, gjendja e infrastrukturës sportive në Vushtri është në gjendje jashtëzakonisht rëndë. Për 4 vite asnjë terren sportiv i ndërtuar për talentet e sportit. Qytetet tjera, komunët tjera, kam takuar përfaqësues të sportit në Vushtri dhe ma kanë shfaqur këtë breng. Qytetet tjera kanë avancuar shumë me infrastrukturë. Kur është infrastruktura, dalin edhe talentet. Ne kemi talent boll, por kemi mungesë të infrastrukturës dhe në mandatin e ardhshëm do të vazhdojmë investu në infrastrukturë sportive duke ndërtuar edhe një fushë në Dobërlluk, duke bërë funksional stadiumin edhe duke ndërtuar në fusha sportive në përfshatrat të Vushtrisë. Falenderit shumë të gjithë. Jana ka një minutë do të Për qeverisje, Niku, se ma ke marrë, kom kërkua ma herë. 20 sekunda. Për qeverisje, jo 20 sekunda, po 30 sekunda. Për qeverisje. Cilën qeverisje? Qeverisje, one qysh do ta qeverisje. Ja, kena folë deri tash? Ja, ma ke marrë nga. 20 sekunda. 20 sekunda. Se duhet mi votu juve. Ditën e diel, qytetarët e Vozhdrisë duhet me dashur ndryshimin e kësaj qeverisje, mentalitetit të qeverisjes, konsideroj që i kanë provu krejt këta burra, edhe duhet me bo një revolucion ose me kthy një tregim të ri historik në komunën e Vozhdrisë, të e votu për herë të parë një gru. Mendoj që kam dhënë dëshmi se e du qytetin e Vozhdrisë edhe kam punu për ta edhe si deputete, mendoj që kam e dhënë një kontribut shumë të madh si gruaja e parë kryetare në komunën e Vozhdrisë. 20 sekunda, të duhet votuar juve? Mu do të më thuaj sepse në qeverisjen time korrupsioni hajnia do të marrë fond ato ku fillon tek kryetari. Se pa marrë fond që ato nuk ka tjetër se nuk ka këto. Zoti Tahiri, 20 sekunda, të duhet votuar juve? Qytetarët e Vushtrisë e dinë, e kanë parë që ne kemi sjellë një qeverisje ndryshe në Vushtri. Dhe kjo qeverisje u ndërprej në 2021. Ata e dinë që ne mbajmë fjalën, ata e dinë që ne i dalim zot premtimeve që japim dhe kryejm punë për qytetarët e Vushtrisë. Prandaj, ai ndryshim që filloi në 2017 e u ndërprej në 2021 duhet të vazhdoj për të sjellë politika të reja për Vushtrinë. Falenderit shumë të gjithë. Sigurisht Shkodrani ishte kënaqësi t'ju kishim sot në studio. Ne duhet ta mbyllim këtë Shkodrani. Ishte kënaqësi po ashtu të ishim pjesë e këtyre debateve komunale për shumë komuna që kemi realizuar në edicionin special, në ndërkohë që sigurisht që nga nesër të dielën do të ketë një maraton zgjedhore ku do të shihemi sërish. Juve faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.